Me Sajmir Laçen, njërin prej 10 më të mirëve të vitit 2025 për sportin shkodran, vjen nga sporti i peshqitjes, një nga sportet më të suksesshme. Sajmir, besoj që gjithmonë kur merr një vlerësim është emocion, pavarësisht se juve në karrierën e deri tanishme nuk i kanë munguar sukseset. Është diçka e bukur, ke lezet edhe me ardhë edhe me marrë çmimin edhe tana ja lodhje e vitit, edhe diçka më bukur mbledhen tonë sportistat bashkë edhe i hap më shumë vit për me bërë rezultate, edhe pse me kanë vit për vit në 10 më të mirët. Duke u ngjitur në skenën e Teatrit Mixheni, mbrëmjen e 18 dhjetorit, besoj që ju kanë shkuar në mend shumë lodhje, sakrifica të bëra gjatë gjithë vitit. Normal. Tanë kjo lodhje vit për vit për me arrit disa rezultate të mira, për me qu tonat lodhje, për me marrë medalje, për me kenë në këta 10 më të mirë të vitit, është diçka e bukur. Dhe një trend që dorëzohet ashtu si dhe para 2 viteve nga një prej emrave më të mëdhenj të peshqitjes shkodrane dhe shqiptare, si Asim Belinova, i cili besoj që kur flet mirë për ju, besoj që ju ashton edhe më shumë përgjegjësi. Normal, profesor Arsimi në rrin prana, vjen edhe na shëvellën stërvitje, është i legjendë e gjallë e sportit dhe është një kënaqësi kur e merr çmimin për dorës tij. Sajmir Laçen, si ka qenë realisht viti 2025 për ju? E ka rrëzuar pritshmëritë apo ndoshta keni prit diçka më shumë? Ishte i viti mirë, nuk mund të them, po kishe mundësi edhe me bë më shumë. Kisha një garë Ballkani që nuk mujta me bë masi dëmtimi që pata në Europian. Me atë rezultate kisha dalë kampion Ballkanit, po nuk ishte mujtën me bë garën edhe nuk u myll ashtu si kisha qefun. Ndërkohë, kampion kombëtar e nisët vitin e kaluar, duke qenë se ishe me mirë në peshën tuaj. Patjetër, kampion kombëtar dhe rekordmen. Në Shqipëni është bëha diçka e zakonshme, është si me thonë përgatitje rezultateve tuja për Europian ose për Ballkan botnor. Thjesht diçka, jo një konkurrencë e madhe për mua në Shqipëni, gjithçka është vetëm për Europian edhe botnor. Dhe i shtatin në Europianin U23. Për pak, ndoshta hyrë në gjarsh, që është ndoshta edhe ajo... Ishte kopja fundi që unë vrova. Me atë kopje hisha delqa i pesti në stilin e shtytjes. Dhe ishte diçka më mirë, po gara është garë, si dihet, si dele. Çfarë pret Sajmir Laçen nga viti 2026? Atëherë kena një grumullim që do bëjmë në Bullgari, edhe pritet një stërvitje e fortë, edhe do mundohem që të garoj me tritonit të këtë vit, bëhet botnori në nënor, edhe aty do të marr pjesë, edhe them do dalë bujshëm. Duke që tek sporti i peshqitjes titujt kampion kombëtar janë një rutinë e zakonshme, që nuk përfshihen, sepse synimet janë tek Ballkaniku, Europiani, botrori. Është vetë kjo rëndësia që ka marrë sporti i peshqitjes? Patjetër, ne aty kemi atë pritshmërinë, edhe si sport nuk ka pritshmërinë më shumë të kombëtarja se sa të ndërkombëtarja. Gjithmonë kena gjujt për kur ka dalë kampion Shqipënisë nuk e kena llogaritë ose kur ka dalë, po thamë unë, kur kam dalë shtatin në Europë sa llogaritë, gjithmonë kena pretendu 5 e si për me marrë medalje. O medalje o s'ka, kështu e kena ne si... A është sakrificë të merresh sot në sport? Është sakrificë, ka gana dhe është sakrificë, sepse den shumë gjona, sidomos pahim të shjellet të rrogat, normal se duhet vetë për vitaminat me të llogaritë sa kushtojnë. Edhe kushtet e gjanat, kushtet i rregulluar shqyr Zotit është. Shumë prej të rinjve të moshës tuaj ka zgjedhur mënyra të tjera për të vazhduar jetën, ndërkohë që ju jeni fokusuar maksimalisht tek sporti dhe thatë që një grumullim tremujor në Bullgari tregon dhe flet vetë për sakrificat që ka për të marrë në këtë sport. Kemi shumë shoqëni që kanë zgjedhur rrugë tjetër, sporti është i vështirë së mund me vazhdu tonë sportin. Po ka edhe kënaqësi, ka edhe lodhje, ka edhe tëna se jetu shku edhe në Bullgari, jetu bo edhe stërvitje, po i ke të dyja, ke edhe qefin edhe lodhjen, po në fund diçka ka me dalë.
Babai juaj, Artur Laxha, është edhe trajneri i vllaznisë dhe kombëtarës. Sa ju ka ndihmuar dhe ndoshta sa ju penalizon një fakt i tillë? Është një mbështetje e madhe, e tham shumë mirë, mos kishte kënaj s'ma mërmendje se kisha vazhduar sportin, sepse disa dëmtime dojnë Allah të krahun e ndim, se din kam pas disa dëmtime që kisha mujt me vazhdu, po prej tij më thonë jam që jam sot. Një karrierë që tashmë ka kaluar vitet kur e keni nisur sportin. Cilin mund të konsideroni ndoshta momentin më të mirë të karrierës tuaj sportive? Momenti më të mirë për mua është kur dole i 10 në botë. Ai ishte go raport ndërkombëtare, që kisha bë go raport, do të thonë në Europian, se kishin bë disa turneja, po go raport Europian botnore ishte botnori që dole i 10 në botë. Atë ditë kur bona gorën kisha edhe ditëlinjen që kam pas mush 18 vjeç. Ajo ishte do thonë emocioni i parë, më i mirë dhe gara e parë që kisha bërë shtetit. Dhe beson dhe mendon që do të kesh shumë emocione dhe shumë gëzime në karrierën tënde të mëtejshme. Po inshallah se po lodhna për ditë, inshallah po na del dikun ton kjo lodhje, po na ecë marr. Po momentet më të vështira, cilin konsideroni? Momentet më të vështirë ishte kur një gorë kombëtare nxorra Brylin. Edhe ishte shumë e vështirë për mua se isha i vogël, 14 vjeç. Edhe ishte shumë emocione mes tonëve, nuk e di si me ta përshkrua, di se edhe shumë proces të trupi. Edhe më shka i vit e gjysë e punë, operacione gjona dhe shqyqoj Zotit e marume. Ne folëm për babajnë trajner. Është ai që gëzohet më shumë për çdo sukses të ndër apo ka ndonjë pjesëtar tjetër të familjes që ka të njëjtat emocione? Patjetër i ndojmë të gjitha di se për ditë aty në stërvitje s'ka kush kanë ajo. Edhe kur jam mirë, edhe kur jam keq, me të i ndojmë tani. Din tjerë pyesin si je i mirë, po normal emocionet më të mëdha i përjeton ai. Është edhe kritiku më i madh babai? Patjetër, shumë kritik. Edhe pse më ka fëmijën e tij, po kritikat më shumë i ka me mua se me sportistët e tjerë. Duke që po vjen një brezjar të peshkrimit të vllaznisë. Dhe gradualisht ndoshta po rikthehet e traditë e bukur që vllaznia Shkodra ka pasur në këtë sport. Po, jena boj ekipi mirë, sidomos tash jena i dyshe, unë edhe Antonina Mullisi. Ai ka disa gora para, ka kopë sportin shumë mirë, edhe ka përpara, është i ri. Ka disa gora përpara që mundet me dalë edhe kampion e Europës. Jo mundet, po i ka tona mundësit me dalë kampion e Europës. Samir, mendon që 2026 do të jetë viti ku do të shkëlqesh? Po, me shumë mundësi po. Dhe kjo fal një pune e sakrificës të madhe. Fal një pune e sakrificës të madhe do të arrijmë, do të bëjmë disa rezultate shumë të mira. A është e vështirë të jesh një sportist elitar? Për regjimin, për stërvitjen, për lodhjen? Është shumë. Sepse vinë për shembull disa telefonata për shokëve të mi, masorës 10 dorks, unë 10 dorks jam në shtëpi 100%. Ata mund të thojnë të dalim rrinë ata deri në 12, po është e pa mujtën. Nesër para dite ke stërvitje, është ndame regjim, me të hangme, me të nejtme, me të tana. Shumë e vështirë. I kemi llogaritur parapërsisht kilogramet që keni ngritur nga dita e parë kur keni filluar peshkrimin deri më sot? Është vetëm shumë nuk llogaritet, shumë e vështirë me ta llogarit. Vetëm dy sonda stërvitore që u mbajnë ditë mund të shkojnë deri në 15 ton ngarkesa. 15 ton ngarkesa duke çuar në stërvitje. Po. Jeni dëshiruar me këtë sport? Jam dëshiruar, nuk ka një e jemja për me hi, nuk më ka fut as baba as kërkush tjetër. E kam thënë vetëm mundem me marr pjesë. Edhe si ashtu e kam filluar, domethënë. Përfaqësoni vllaznin garat kombëtare. Është përgjegjësi dhe privilegj të jesh sportisti i kësaj skuadre me shumë emër? Është privilegj me qenë i vllaznisë, sportist, i kam pas tonë mundësi për me shku si me Tiranin, me të udhën, si me ekipet e tjera që kanë marrë në telefon, apo kena zgjedhë vllaznin, sa është diçka Shkodran me marrë pjesë për Shkodrën, që më duhet nga ti ekipet e tjera, kur jemi në Shkodrë.
Po na duhet në lloj buxheti mirë, po çfarë bëhet, shohim. Samir, të uroj për atë çfarë ke arritur deri tani dhe shpresojmë që të kesh sa më shumë arritje në sport. Shumë faleminderit edhe juve.